Magnezi është një mineral thelbësor, rrisni konsumin e tij duke konsumuar këto ushqime. Nga ulja e rrezikut të diabetit të tipit 2 dhe niveleve të presionit të gjakut deri te parandalimi i sëmundjeve kardiovaskulare dhe mbështetja e shëndetit të trurit, magnezi po dëshmon veten të jetë një superushqim. Michelle Rothenstein, një dietologe kardiologjike dhe eksperte e shëndetit të zemrës, thekson se magnezi është gjithashtu i dobishëm për gratë me menstruacione duke lehtësuar migrenën dhe simptomat e PMS-s. Zakonisht nuk është e vështirë të merrni mjaftueshëm magnez nëse hani një dietë të ekuilibruar dhe të larmishme, por nëse keni një dietë të kufizuar ose një gjendje që kufizon aftësinë tuaj për të përthithur siç duhet lëndët ushqyese, mund të jeni në rrezik të mungesës së tij dhe mund të duhet të merrni në konsiderat një suplement magnezi. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se magnezi nuk funksionon vetëm. Një nga miqtë e magnezit është vitamina D, e cila ndihmon në rritjen e përthithjes së magnezit në zor. Në mënyrë të ngjashme, magnezi është thelbësor për maksimizimin e përthithjes së kalciumit. Rothenstein gjithashtu thekson rëndësinë e magnezit për përthithjen e kaliumit. Kaliumi luan një rol kyç në rregullimin e presionit të gjakut dhe mbështetjen e funksionit të shëndetshëm të muskujve, deklaroi ajo. Për të ruajtur një dietë të ekuilibruar që nxit nivelet të shëndetshme të magnezit, këshillohet të përqendroheni te perimet me gjethe jeshile, si dhe te ushqimet të tjera të pasura me magnez, siç janë dritërat e plota, bishtajoret, arrat dhe farat, si dhe ushqimet e fortifikuara. Janë një listë e perimeve me nivelet më të larta të magnezit që mund të jenë një shtesë e shkëlqyer dhe e shijshme në dietën tuaj. Spinaçi. Vetëm 100 gram spinaçi gatuar siguron 78.5 mg magnez dhe është një burim i shkëlqyer i vitaminave A, C, K dhe folatit, vitamina B9. Spinaçi njihet gjithashtu për nivelet e larta të antioksidantëve dhe polifenoleve dhe është zbuluar se ka efekte mbrojtëse kundër sëmundjeve të mëlçisë. Është gjithashtu i pasur me oksid nitrik dhe hulumtimet tregojnë se vepron si një shtesë e shkëlqyer dietike për atletët që duan të përmirësojnë performancën e tyre fizike. Angjinaria. Gjysmë filxhani me zemra angjinaresh të gatuara, afërsisht 80 gram, ofron 35.3 mg magnez dhe kjo perime është gjithashtu e pasur me folat dhe vitamin C. Sipas një studimi të kohëve të fundit, një përbërës i rëndësishëm i angjinareve është inulina, e cila dihet se ka një efekt prebiotik duke stimuluar rritjen e baktereve të shëndetshme në zorët tona. Lakra jeshile. Vetëm 60 gram spinaçi gatuar përmban 18.9 mg magnez, por kjo nuk është e gjitha. Spinaçi përmban gjithashtu vitamina A, C dhe K dhe është një burim i mirë hekuri dhe kalciumi. I pasur me fibra, spinaçi është një mënyrë e shkëlqyer për të ulur tensionin e lartë të gjakut dhe nivelet e pashëndetshme të kolesterolit LDL. Patatet. Një porcion patate të ziera me lëkurën e tyre, 80 gram, përmban afërsisht 17 mg magnez. Patatet janë gjithashtu një burim i mirë i vitaminës C dhe kaliumit. Kjo perime e shëndetshme është e pasur me nisësht e rezistente, e cila, sipas hulumtimeve, mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të diabetit, obezitetit dhe kolesterolit të lartë, si dhe në përmirësimin e shëndetit të zorëve. Rukola. Një porcion rukola përmban 4.7 mg magnez dhe gjithashtu ofron vitamina A, C dhe K. Kjo perime me gjethe është gjithashtu e pasur me antioksidant dhe glukozinolate. Perimet e pasura me nitrate, të tilla si rukola, kanë tërhequr gjithashtu vëmendjen për potencialin e tyre në mbështetjen e shëndetit oral duke promovuar bakteret e dobishme që reduktojnë nitratet. Kjo ndihmon në parandalimin e çekuilibrave që mund të kontribuojnë në një sër problemesh të shëndetit oral, të tilla si prishja e dhëmbëve, sëmundjet e mishrave të dhëmbëve dhe era e keqe e gojës. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.